Në shenjë mbështetje për studentët shqiptar në Maqedoninë e Veriut, gjatë ditës së sotme do të mbahet një protestë në Tiranë. Organizatorët Kol Marku dhe Kristian Nela kanë bërë të ditur se tubimi do të fillojë në orën 17 në sheshin Skënderbej, ndërsa më pas pjesëmarrësit do të marshojnë drejt ambasadës së Maqedonisë së Veriut. Protesta nuk ka prapavijë politike dhe ka për qëllim të shprehë solidaritet me shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, si dhe të mbrojtë të drejtat dhe përdorimin e gjuhës shqipe. Protesta organizohet për të treguar unitet dhe për të dërguar mesazhin se interesi kombëtar duhet të jetë mbi çdo dallim tjetër. Në protestë pritet të marrin pjesë studentë nga Shqipëria, Kosova e Maqedonia e Veriut. Ndërkohë për këtë protestë u pyet të komentojë njëri nga kryetarët e Vlenit, Izet Megjiti. Ai u shpreh se zgjidhja është gjetur dhe se studentët nuk kanë nevojë të protestojnë, por duhet të festojnë fitoren e përbashkët. Unë mendoj që nuk ka nevojë për protestë. Ne mbështesim studentët dhe për këtë jemi ul, kemi gjetë zgjidhje, po jo vetëm për jurisprudencën, po më përgjithësi për provimet profesionale që nuk janë zgjidhur 30 vite, 25 vite. Kemi bërë zgjidhje të cilat e kemi promovu bashkë me partnerët e qeverisë, këtë ka thënë edhe kryeministri, kështu që studentët i përgëzoj për organizimin, për protestat që i kanë bërë, për mendimin ndryshe, për që i kanë zgjidhur këto procese. Së vendes kryeministri Bekim Sali ka dhënë edhe datë. Ai në një intervistë televizive ka thënë se problemi me provimin e jurisprudencës do të zgjidhet të ejtën më 28 maj. Studentët shqiptar kanë protestuar 2 herë në Shkup në shenjë revolte, se nuk merrej parasysh kërkesa e tyre që provimin e jurisprudencës studentët shqiptar të mund ta japin në gjuhën anëtare.